Kjo se si jeni mbledhur këto ditë, apo stregohet? Dhe a keni, mund të shkoni në zgjedhje për shembull? Po jo. Po pse duhet të shkojmë në zgjedhje? Jo. Ne do të shkojmë në zgjedhje për një vit. E kanë marrë me të lehtë. Për një vit nga sot, më pak se një vit nga sot, do kemi mbaruar procesin e bashkive. Besoj që edhe forcat që duan të përgatiten, ju duhet më disa kohë. Ne kemi kohë që përgatitem për zgjedhjet e ardhshme, edhe jemi të përgatitur për të shkuar me i garë, që për të vazhduar atë çfarë thanë kolegët. Në këtë situatë besoj që humbsi më të mëdhenj është Partia Demokratike, e cila humbi edhe opozitën, nuk ka shanse që të ketë pjesë në qeverisjen e vendit, pra sot është inekzistente. Kurse për sa e përket Partisë Socialiste, ne edhe pse ka proteste, edhe pse ka debate, edhe pse është padyshim një moment që duhet të reflektojmë, kemi detyrimin të vazhdojmë të qeverisim Shqipërinë. Dhe atë detyrim ne po e bëjmë. Kemi detyrimin që të bëjmë të mundur zhvillimin e projektit të Zvërnecit, edhe shumë projekteve tjera, pasi realisht ajo është kontrata që kemi me qytetarët. Tash edhe njerë ne kemi votën e 53% shqiptarë, 800.000 shqiptarë kanë votuar Partinë Socialiste, që të bëjë këto që po bënë. Nuk janë gjëra që ne si kemi thënë. I e i Zvërneci në zgjedhje parë një vit, njerëzit na votuan masivisht. Jo, pa replik. Vetëm për këtë punë e zgjedhjeve, sepse i vetmi njeri që do ta bëj këtë punë e zgjedhjeve është Rama që krijoi atë batutat falso me Fevziun. Gjas me kapi një thënje të Fevziut dhe bëri sikur jo zgjedhje, jo ne s'dalim zgjedhje. Në fakt, ata njerëz janë rrugë se besojnë se zgjedhjet nuk janë më zgjidhje. Pra, nuk mund të ketë zgjidhje politike në Shqipëri përmes zgjedhje. Atëre është revolucion që shton ata. Ata thonë, dëgjoj, atje ku demokracia, se Preçi tha kjo është lëvizje për rikthimet demokracisë, atje ku demokracia ka ikur, është lëkundur ose është dukur fare, njëherë hapen kushtet e lojës duke rrëzuar diktatorin dhe pastaj flitet për zgjedhje. Prandaj ata kanë kërkesën e parë dorëheqjen e Ramës. Vetëm pas një dorëheqje njeriu që s'bën më zgjedhje, mund të ketë zgjidhje ke ndryshimi ligjeve të tjera. Dhe po të shofësh, gjithë emisarët e Ramës ç'a thonë? Mlidhuni, krijoni një parti, ju dilni me ca kërkesa, se dun që 100.000 veta t'i reduktojnë 10 veta që t'i kapin një nga një. Ajo është lëvizje popullore. Ajo është lëvizje popullore që mbyllet ku rrëzon atë ndaj cilit është ngritur. Ata nuk do dalin as me parti, as me kërkesa, parit kërkesa numër 1. Dy gjëra bushat. Këtë që po kërkon ti, është vërtet. E kërkojnë ata, unë po letoj. Mirë. Jo, po shpjegon ti që ky heterogenitet e ka një qëllim. Rrëzimin e pushtetit vjetër. Domethënë Berisha, Rama. Hapjen e rregullave të reja të lojës. Vetëm po. Kjo është dhe e ka një farë. Dhe ju mendoni falësh ky tani, po edhe pyetje në formë falli ben. Fare. Unë mendoj se vendimi. Po thash pa replik se do fut po presin njerëz të tjerë mi ikin. E për çka? Kemi dhe një pjesë tjetër. E bëjmë të hënën këtë. Unë mendoj se partia s'ka, ajo është edhe i orë tem, po ja. Ti je? Ja. Po ç'ke pastaj si të bëjmë? Çfarë thot më botën? Ore ka 4 herë është bërë divisionist i më i madh këtu. Përveç Shari. Do t'hapi në gradën, është tem për një orë. Po çunte nga vendi. S'është fajt i tij, është megjithatë. Përfundoi baton edhe një herë. Jo, tash esenca ajo që kjo që po thot Bushati, që ky heterogenitet e ndërton një rrëfim politik të ri që don të heqë Ramën, Berishën dhe të tjerë nga pushteti. Dhe kjo në momentin nga pushteti Ramën, Berishën heq nga asgjëja. Nga pushtetu është edhe ai. Dhe kur kjo konkretizohet me numër të vogël njerëzis, po ajo shndrohet në një koncept politik i cili pastaj e ka ballavaqimin direkt me ta. Po ajo që unë po mendoj ylli një fjali në fund. Kjo protest e ka dy defekte. Defektin e parë ka që nëse dështon dhe shuhet e forcon shumë pozicionin e Ramës. Dhe dyta, përparësia saj është nëse nuk shtrihet në gjithë Shqipërinë, e duket që është shumë urbane,
unë besoj që rrezikon bukur shumë që Tirana Jo kam unë. Ju përgjigj pyetjes fundit që kisha unë. që Tirana Pa e thënë unë. është bukur shumë e rrezikuar. Me dy fjalë, se Fjalë që e tha dhe Baton, arma që ka arma është shpritje. Unë mendoj se ata nuk po e lexojnë drejt, domethënë. Protestën. Dhe kjo do të kthehet në bumerang. Nuk i kupton. Mund të kthehet në mos ketë gjatësi toni ju. Është një ortek, kështu vin, është si rrokullim. Nëse këta do kenë larg pamësinë të lexojnë arsyet e thella, protestë. Atëherë është qartë. Diçka, nëse si kanë, Bushat. protestat do t'i marrë edhe do t'i rrëzoj. Unë nuk tha si Batoni heterogjene, ajo është homogene. Jo, ajo është heterogene totalisht. Po, ata mbaroj. Dakor, ky është mendimi tënd. Ku është homogeniteti? Se aty ka të majt, ka djath, ka... Po, patjetër, është homogene në një kërkesë. Rihapjen e rregullave të lojës, Rënien e establishmentit. Pasi të bjerë shkatruesi i rregullave të lojës. Sa që kërkojnë? Okej. Pastaj secili Shtetet e komplet. Bashkuara të Amerikës i heqin non gradën Sali Berishës. Të ketë kjo histori. Sot Sali Berishës i shequr non grada. Tirana. Ta ndjekim si e ka pritur kreu i PD-s. Doktor, keni pas komunikoni se nuk vranë zoti Berisha? Doktor. Doktor. Se sot kemi një breaking news që besoj do jepet për procedurë. Unë erdha. U krye. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata, kur. Ka patur një sankcion vizën, kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Sot unë them u ktheva. Miru pafshim, u ktheva. Pra kemi një konfirmim edhe të Departamentit të Shtetit, ku thuhet, Departamenti i Shtetit ka lëshuar, Departamenti i Shtetit ka lëshuar përjashtime, waivers, për disa përcaktime sipas nenit 7031C, të vendosura nga administrata e mparshme, pasi dhënia e këtyre përjashtimeve i shërben një interesi kombëtar bindës të Shteteve të Bashkuara. Pra kemi një rënje të non gradës, jo vetëm të Berishës, por të disa personave.